Për ata që kanë besuar dhe kanë punu punë të mira, ulaike lahum jannatu adnin, për ta janë xhenetet të cilat do të jenë në to për gjithmonë, la ilaha illallah. Gjennet në aspektin gjuhëfjalë, në aspektin gjuhësor, në gjuhën arabe i bie kopsht, me lule, me lumej, kopsht të sapi, kopsht me pemë, lloj që njeriu kënaqet kur e sheh si unitina. Allah i madhruar, ai e di mentalitetin ton, trunin ton, sa na ka për neve. Kur don Allah me na shpjegu diçka që është e msheft dhe ne nuk mund ta perceptojmë, na sjell diçka të kësaj dynjaje që me na afrue sa do pak formën apo të kuptuarit e asaj që ka përdon Allah me na rrëfy apo me na dëftu. Allah pra përdor për xhenete emrin e kopshteve të dynjas, që në syt njeriu dhe në vesh tina, në mendje tina automatikisht, se të përmend xhenete, xhennet, kopsht, i shkon mendje që ka e bukur, lule, natyrë bukur, pemë bukura, çdo sen që ka është e bukur. Ani pse, s'ka sen dynjat kësaj dynjaje, që është njëjtë sikur se në ahiret. Por sa do pak njeriu me mujt me perceptue atë mirë të madhe që ka përgatit Allah në xhenet, sikur se të ana xhehenemit apo e zjarmit. Zjarmo, fjala zjarm, termi zjarm, i ahiretit edhe i dunjas, por kërkon si e njëjtë. Pra dhe kopshtet e xhenetit, në këtë dunja edhe në ahiret nga ana gjysore, po përputhen, por nga realiteti si janë kërkon njëjtë. Në këtë dunja vjen dim në thanë dhe prishën krejt shkunën. Bojnë pëmë të një herë, zbojnë mu. Që e pëmë shtakon aty ma shumë të si vetë s'ka boheq. Ose i bën 5, 6, 10, 15 edhe gjysa binti që të jera në tokë. S'knaqësh me të gjithë, hargjohën, vdesin. E në xhenet për thëtë Allahu jo, kopshtet e xhenetit janë në vazhdimshmëri, ato nuk ndërpriten, ato nuk hargjohen, ato vazhdojnë, sa të vazhdojnë jeta nuk ndërprehet, edhe ato nuk ndërprehen asnjëherë. Të gjrimin të htihimul enhar, dhe nën ta ecin lumenjët, nën pallatet e tyre ecin lumenjët, sepse syni njeriut kënaqet kur ka dhe lumenjë, ujë. E lumenjët janë 4 lloje, lumenjë që kemi shpjeguar ma shumë se një herë, ujë, lumenjë prej mjalte, lumenjë prej dhere, edhe lumenjë prej qumshtit. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin. Dhe atyre u veshet stoli, si qafore, po edhe ndorë si parraf, prej arit. Në xhenet përdorëm ari dhe në mashkujt. Përderisa në këtë dunja është haram për mashkujt, muslimon është halal për gra. Në xhenet jemi të barabart, edhe ne burrat edhe grat kemi stoli prej arit. Yuhallawna është të në qafë, të në dorë, bukuri, rath, stoli, prej arit. O jelbesune thijaben khudra, dhe veshin teshat të gjelbërta, min sundusin, va istabrakin, prej mendafshit, llojet mendafshit të dyjat janë. Muttakiine fiha alal araik, dhe ata ulen fetelet, rek edhe knaqen atë, e bojnë laf e muhabet me zveti, kur s'ju hargjohet lafi, as muhabeti, as nuk lodhen, as nuk mërziten, as nuk dërshprohen, la ilahe illallah, por knaqen për të mirave të madhit Allah. Ni'me thawab, sa është problemi i mirë është ai. Ke pa dikush kur thot, kam përgatitur një surprizë për ty, të thuaj hajt kallzam, hajt jas kallzaj, hajt kallzam, ja jas për kallzaj. Kallzam pas do thot, me ditë ti, çka ku përgatit për ty, ty të bën kurrështar tani. Kur të kallzam se plasa. As të kallzon, ta lën surprizë. Kur të shesh, shojnë këmbët. E Allahu te bareke ve taala në këtë format ni'me thawab. Sa është problem i mirë është ai. Pra, sikur se po do më na thon Zoti me mendje tem,
Sikur se përdo me na thonë Allahu, anë pse më po a përshkruj këtë formë i juve, por ju prapë se prapë nuk keni me mundë ta imagjinani dhe ta përcaptani këtë formë të jetesës, të shijimit të knacive në xhenet, derisa ta shehin në realitet, për atë arsye po thotë, sa sevap i mirë, sa shpërblim i mirë është ai që kam përgatitur për juve. Wa hasunat murtafaqa, dhe sa shoqëri e mirë është ajo në xhenet. O Zoti, Allah na mëson xhenetin, ya Rabbel Alamin.